dorëheqje dhe shkojnë në Hag. Misteri kësaj fabule vazhdon, zënë zotin, por ne të kalojmë te fabula tjetër, plasë Ledio. Super lajm kulla, Trumpi me Putinin në Budapest, është dhe romantike. Budapest i thonë që është qytet shumë i bukur. Më duket se ka pranuar dhe Putini që takohen atje. Jo, Putini e ka propozuar, Orbani do jetë moderatori. Dhe Trump dhe Orbani ka thënë jam shumë i lumtur që ti pres të dy. Sepse ki parasysh që Orbani në Evropë është goxha izoluar, ka zgjedhjet në mars në prill. Dhe pritet u mbasi sipas sondazheve. Ta shohim se mund ta ndryshojë kjo historia, se këto janë nga ato ngjarjet historike që ndryshojnë. Dhe kur e mendon që do e mundi një tip që e ka pasur shok Orbani, që ka qenë bashkë. Shika, jo, do ta shohim se si shkojnë gjërat. Në sondazhet tani për tani nuk janë në favor të Orbanit, qofse mbërrihet një sukses në Budapest dhe takimi Trump-Putin, për cilin ka folur sot edhe Trumpi në takimin në Shtëpinë e Bardhë me Zelenski, nëse ai takim ka sukses, mund të kthehet e gjitha komplet kundër kjo dhe kthehet në sukses të Orbanit. Do jetë mërzitur shumë kjo Ursula, princesha van der Leyen. Do mërzit, jo? Do mërzit shumë dhe takohen, vjen Trumpi dhe Putini takohen në Hungari, jo pla. Po normal. Që është territori BE-s. Se ku do takohen? Jo, po imagjinon van der Leyen se si mund të bëhet. Se ti kush mendon, Trumpi do kërkoj leja sa apo Putini? Hajde të keq. Po flasim për dy fuqit më të mëdha bërthamore të botës. Normal që atje do takohen qendrat e Evropës. Ki parasysh që Hungaria është vendi i parë që ka provuar pushtimin sovjetik dhe dhunën sovjetike ku ndodhen dhe ngjarjet e 56-s dhe din mirë se ça do të thotë kjo gjë, ti kesh në kufi. Edhe amerikanët janë ata që rrëzuan komunizmin, vendi i parë ku është rrëzuar komunizmi ishte pikërisht në Hungari nga amerikanët, nga republikanët që pushtet atëherë me George Bushin e parë. Kështu që është tamam territori ku i takon të takon. Janë mërzitur van der Leyeni, princesha van der Leyen, dhe gjithë rrëmbythjet e tjera që kanë nga 5% e vendet e tyre që pavarësisht se janë në pushtet. E bëri qeverinë ai në Francë. E mori vetë kush e shpëtoi për 18 vota fiks. Partia Socialiste. Po sigurisht, kush do të shpëtot. I ka kapur 18 veta ai. Komunistët atje. I kanë pirë atë, i ka bërë nga një gjilpër. E sa do ta zgjasë? Nëse bie për një muaj. Po pikërisht për këtë. Sepse është puna që këta të majtët i kanë vënë kush që duhet të pezulloj këtë ligjin e pensioneve, reformën e pensioneve. Kriza e thellë e Evropës është shumë dimensionale dhe nëse Evropa vazhdon dhe zvarrit gjithë pjesën tjetër si ne, domethënë, kjo krizë do përshpejtohet. Europianët centrist establishment. A Ledio? Ka dhe një simbolik Budapesti. Qa ka? Ka dhe një simbolik Budapesti. Sepse Budapesti është ndarë në mes nga një lumë. Nga Buda dhe nga Peshti. Pra, Buda dhe Peshti është ndarë nga një lumë. Po nëse takohen... Ideja është kush e kalon lumin. Nëse takohen në ishullin Margaret, që është në qendër, Margaret Island, i kam bërë cakon Budapest me doktoraturën, ti e di, domethënë. Po. Nëse ata takohen në Budapest, në Margaret Island, i bie që ata takohen pikërisht në qendër Danubit, dhe Danubi është lumi më i rëndësishëm i Evropës, që nga kohët e lashta, nga kohët e perandorisë romake e sot, domethënë. Pra do ketë paqe aty. Do ketë marrëveshje aty. Po besoj që kësaj radhe do kemi një marrëveshje. Le të shohim videon që kemi, Ledio ka gati dhe më thuaj pak fjalë kolla para se të lë të lirë. Duhet të kanë fut kullën në burg. Also posted about your call with President Putin today. You spoke about the meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? I would say within 2 weeks or so. Pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov. And they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two. And it's sometimes tough to have meetings, so we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things.
I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting. And it's really something that's time. But did President Putin try to dissuade you from selling Tomahawk missiles? Well, of course, what do you think he's going to say? Please sell Tomahawks? No, but did he give you Is he going to say, please sell those Tomahawks? I really appreciate it. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. E kështë për Putini që nuk I pëlqeu idejave. Ai përdor humor në vendin e dur dhe flet për gjëra shumë strategjike, sepse ndoshta çështja e Tomahawkëve I ka çuar rusët që të ulen në tryezën e bisedimeve sërish, por unë mendoj që është zhvillim shumë pozitiv, sepse me përfundimin e luftës në Gaza, që ishte skeptik para 2 javësh, tash ka përfunduar Gaza. Ne kemi tani hapjen e një mundësie të madhe për një marrëveshje e cila do të jetë e vështirë mes Ukrainës dhe Rusisë, po e bukur e di kush është e gjitha historia. Që marrëveshjen mes 2 popujve që flasin rusisht, po e bën një që flet vetëm anglisht. Si ka mundësi më? Po kjo është koha, këto janë zhvillimet globale, kupton? Ishe me Zelenski sot. Po prandaj po them që negociatat mes 2 që flasin rusisht, po I bën njëri që flet vetëm anglisht, se Trumpi s'flet gjë tjetër për vetë se normal. E vore re që flisim me sy mbyllur kulla? Po mund të ketë qenë I lodër, mund të ketë edhe një grip në gjë. Mos të bet pak dhe ky si Bideni? Jo. Bideni jep të dorën mori do çantash? Mirë, ai ishte e rënd. Po që kjo sy Ky është shumë I qartë gjëra. Është I qartë thodi. Po. Është më I qartë nga të gjithë. Dhe unë e pa shumë duke ndjekur nga afër çështjen e Palestinës dhe të Sirisë, javës që shkoj që isha në Siri, ky është më I qartë nga të gjithë, sepse ky duke qenë biznesmen I ka gjëra të qarta ekonomikisht, sepse në momentin që kinezët hoqën dorë nga blerja e titujve të borxhit amerikan, hyn arabët cilët blen borxhin amerikan dhe u treguan janë ata që po shtyjnë fort ekonominë amerikane tani, gjë për cilën Trumpi ka rekordet politike shumë të mira, pikërisht për shkak kësaj gjë. Dhe kjo gjë ndoshta po çon rusët që të ulen që të në një anë të negociojnë çështjen politikisht dhe në anën tjetër të kenë një avantazh tjetër ekonomik diku në një nga marrëveshjet që po bëjnë me amerikanët. Duke mos harruar që pikërisht 2 ditë më përpara Ahmet al-Shara, presidenti I ri I Sirisë, ishte në Moskë zyrtarisht dhe u prit me gjithë nderet e një presidenti nga Ky Xholani. Po, nga Putini. Ky ishte një vit përpara Putini e bombardon. Po, e pash takim, po ishte per. Kështu që politika kështu është. Ore kulla, po ndërkohë një parantezë. Po kjo ç'është kulla para se të ikim. Ç'a është kjo foto që pash në Facebook vlla? Ç'a je bërë, ke marrë një post të ri, më duket? Po një nga këto gjërat që bëj unë në përbot, Ç'a është kjo tani? Po në San Marino, është San Marino është një principat? San Marino është republika më e vjetër e Evropës. Është principat duket, nuk është republik. Republika. Zërbe. Po, nuk është principat e San Marino. Është republik. Nuk ka më kullas, ka mundësi jo por. Tani e di ti apo di unë? A Republika e San Marinos? Thuj këtyre të futen të pyesin edhe ChatGPT. Dakor, mund të jetë republikë. Mund të jetë kujtoja se ishte principat, është republika më e vjetër e Evropës. Kam qenë atje on. Po, shumë. Në një kodër interesante, po. Më lart atje, domethënë mbi rimin. Dhe më është besuar drejtimi I kësaj qendrës globale për krizat. Dhe është një që me karakter global. Italiane janë. San Marino, jo italiano. Kur them italiano, ma flasin italisht duhet të them. Po San Marino flasin italisht. Po ti nëse shef komunikimi im s'është bërë italisht, është bërë anglisht. Është bërë anglisht, po. Po ai zotëria atje me atë mjekun interesant. Ai është presidenti I qendrës, ndërkohë që un kam takuar edhe ministrin e brendshëm që është ai që na mbështet. Bëjmë aktivitete shumë të rëndësishme, të cilat her pas here do të informoj për gjërat që ashtu. Po për momentin kaq është lajmi. Dakor. Mos e thua që Ledi ose ka atë për kullën që ta përcjellim me këtë. Ah no? E ka Ledi atë, la vita continua. La vita continua. Agullai. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Franco Califano. Franco Califano është ky që këndon. Entusiasmi. Kalifi I madh. Ç'është?
Ky ka qenë Quali sono i miei? një nga këngëtarët më të Italisë, mbi të gjitha Cosa një nga attira la mia prodhuesit ammirazione? dhe shkruesit më të mirë të këngëve. Unë adhuroj Franco Califano. I bën tekstet vetë. Po i bënte vetë, ka vdekur. Ishte roman. Qa perne. Një gangster i jashtëzakonshëm. Gangster. Shive. Kjo është këngë për ta bënë në makinë, ë? Të relakson, është heqje stresi totale. Duhet vesh atë Califanos tutto il resto è noia. Continua. Tutto il resto E noia. është mërzitje. Po. Se kush është tjetër e këtij? Po Califano ka bërë shumë këngë, si shkruante vetë. Kërkoja blak, tutto il resto è noia. Gjithçka është mërzitje. Gjithçka tjetër është mërzitje. Califano. Califano. Shkruhet Califano. L'importante ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Ja, la vita continua kulla shive. Entusiasmi. Jeta vazhdon me entuziazm. Po se si e thot pra, dëgjoj. Entusiasmi. Me entuziazm, po e la vita continua. Quali sono i miei? Che cosa attira la mia ammirazione? Che cos'è nella vita che mi dà gioia? Jeja ka emër u çkën. Po, la vita continua. Po la vita continua. Dhe me këtë muzikë po e lëm kullën të lirë për sonte dhe kohemi të premten tjetër me kullën, vetëm nëse